Po blihet grur nga Serbia, kryeministër. Nga duaje të ndën ke kaluar në duaje të Serbisë. Produkti i dytë ushqimor më i importuar nga Serbia në Kosovë është gruri. Po, buka të cilën e konsumojmë për det në familjet tona. Çdo vit e keni pas mundësinë me e pa kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin me ministrat e bujqësisë, duke përcjell nga afër korrjeshirjet e grurit, e duke u mburur se si po arrihet të sigurohet buka e motmotit. Por si po arrihet të bëhet kjo kryeministër, andalemi pak te kjo pjesë, sepse gruri po të vjen nga Serbia dhe atë me çmim 2 fish më të lartë se bujqit të tu, të cilët i ke harruar, e të bie në mend për ta vetëm kur vije koha e korrikut për të bërë atë videon e famshme në këmbanjë. Bujqit në Kosovë po të ankohen për vite me radhë për çmim të ulët në treg, me të cilin po shitet gruri, që sipas tyre nuk u ambulon as shpenzimet e mbjelljes dhe korrjes. Mirë po, në anën tjetër, me një çmim krejt tjetër e më të lartë po blihet grur nga Serbia, kryeministër, siç duket nga duaje të ndën ke kaluar në duaje të Serbisë. Pra, gruri në vend që të blihet me një çmim të tillë nga bujqit e Kosovës dhe ti motivoj ata për mbjellje e prodhim, ai po importohet nga Serbia, derisa bujqit në Kosovë çdo vit po heqin dorë nga prodhimi i grurit. Çmimi me të cilin 1 kilogram grur është importuar nga Serbia ka shkuar deri në 36 cent, derisa bujqit në Kosovë po e shesin me vetëm 17 cent kilogramin. E këtë po i tregojnë të dhënat nga dogana e Kosovës, të cilat i ka analizuar Gazeta Infokos. Në vitin 2025 deri në qershor të vitit 2026, Kosova importoi nga Serbia 80.523 ton grur, me vlerë totale 18.822.000 euro. Çmimi më i lartë në këtë periudhë është në muajin tetor, kur kishte arritur edhe në 36 cent për kilogram, derisa në Kosovë prej vitësh çmimi nuk ka lëvizur nga 17 në 18 cent. Bujko Dritën Bujupi, i cili tash shumë vite merret me kultivimin e grurit, veprimtari kjo me të cilën e mbante edhe familjen, ka thënë se çmimi i ulët me të cilin po shitet, po e detyron të heq dorë nga mbjellja. E kum kur grurin, e kum shit grurin kur zon heq 18 cent kilogrami. 18 cent kilogrami. Okej, sa u kon vitin e kalum çmime? Qështu, sikur vjet, si vjet. Njëjtë, domethënë. Një, katastrofë. Edhe nëse nuk gabojmë tha që nuk kime mbjell ma për shkak të çmimit të ulët. Jo, mu nuk e punoj tuke. Edhe megjithëse kam posë firmë baktish, po çështu, me pakrinjasit moja, me humbje në step, nuk ja vlen. A e mban familjen me qëtë veprimtari? A e mban familjen me qëtë veprimtari? Me qëtë veprimtari e ka mojt familjen, deri pa 2-3 vjetë qështu, po tash s'ja vlen, se veç humbje çdo herë. Kur fitim s'kom posë. Edhe këtë subvencion që ta jep, për shembull, Ministria, se këto sa jep Ministria Bujqësisë, ndoshta janë ndjen një vet, ta jep Evropa ta jep. Po këta të mburja na jak nej, kur gjo heq. Dhe ma hume një hektore gjys, edhe një 10 ore misër që i kam bjell, jam humbje minimumi 1.000 dishka ere. Për logarit anë qëtu një det, para se me një kur rëfshirjet, ka shtu në agrër, me bu me shqit 900 ere. 900 ere, që s'ka ndu kur një jetë, s'ka blerë me 900 ere sëtë. Po, e vërtet. Me Ministrin e Bujqësisë, a keni diskutu për këtë pjesë? A u kona herë me ju vizitu, ose a keni diskutu për këtë pjesë me Ministrin e Bujqësisë? Për që formë, kush vjen me të vizitu me i muet atë? 5 ton grur, sipas tij tash po shiten veç 900 euro, që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Ndërsa, bujku tjetër, Lavdim Bujupi, ka thënë se nuk po e kupton se si derisa të gjitha çmimet po rriten, vetëm çmimi i grurit po bie. Dëgjojeni. Çmimi i grurit ma lirë më dhe që veç sa më thonë se vajtje një cigore ma lëbërë, një kitë. Valla, mësë me thonë, zero, mund në zdel. Po, a sa mbjelltin vetë, zakonisht? Po zakonisht dikun 30 hektari kam, edhe 30 një shembil, dikun me 50 dalë, këlla më që këtë të
Ata më lësët ka shaburin, Ministria Policisë më në mërë dhe hapa ma të tje, po është si shabu kështë, veshë, kështë të që më shte që është të nështë se në kanë gjitë skopu për letësin për bëjësit. Për e më në 17 dhe 7 grumin të të mëjtë dhe ki farë në këna dhe me 50 cent. Dhe ma unë katë 3 herë duk dhe bje fara ma në alë se aja. Krejnë me 52 cent, krejtu kanë lukë, grumi ka roshë, si shoshti. A i dëgjove, këta janë bëjqit e vendit tënd, kryeministër, të cilët po heqin dorë nga mbjellja sepse gruri po blihet më shtrajt në Serbi.